Është një pyetje interesante, thotë a lejohet prej varrimit me shku me në shtëpi tjetër pa hyrë në shtëpinë tënde. Pa shku në shtëpinë tënde, me shku dikun tjetër më sot keq. E kam dëgju këta edhe ka shumë pyetje edhe ju jetë hatrit do shqiptarëve, nëse ti je kon me një varrim, edhe ta s'ke pas kohë me shku te shtëpia jote, ke shku direkt mysafir te një shok, te një mik, te një akraba. Edhe ata me çfarë preteksti thonë jo se ti prej varrimit vdekjen po ma bjen mu në shpitame, po ma len me një farforme, po ma len kilën. Çka themi ne? Themi kjo është bestrutni, kjo është gabim, kjo është budallëk. Zman asësi, as me besu, as mu idhnu me njerëzit. Mirë se vinë në çdo kohë, në çdo rrethon, absolut as nuk ngjitet vdekja, as nuk të afrohet vdekja, përveç kur e ka shkruar Allahu Gjelleshanu. Prandaj, absolut mëse bani këtë gajle as mos u stresani nëse ju vin njerëz, ju vin miq edhe të afërm mas një varrimit të saktuar. Lani dhe largoni për këtyne bestrutnive të kota.